Po mbahet në GKK në këto momente seanca e radhës ndaj Ilir Metës dhe Monika Kryemallit akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Për të mësuar diçka më shumë do të lidhemi menjëherë me kolegun ton të A2CNN Armand Bajrami. Armand, përshëndes. Çfarë ka ndodhur deri në këto momente në këtë seancë, pra seancë të radhës, ku në fakt Ilir Meta vinte edhe me një avokat të ri? Pandi prej 6 orësh në gjykatën e posaçme është mbajtur seanca e radhës në ngarkim të ish presidentit Republikës Ilir Meta dhe ish bashkëshortes tij Monika Kryemallit, të dy të akuzuar nga SPAK për kryerjen të veprave penale të korrupsionit, të pastrimit parave dhe të shehjes dhe mosdeklarimit të pasurisë. Në këtë seancë të ditës sotme, në plot 6 orë me vetëm 2 ndërprerje pak minutëshe, pjesën më të madhe të kohës e ka marrë ish deputetja Monika Kryemalli, ajo e cila ka paraqitur para gjykatës gjithë kundërshtitë e saj, pretendimet për prova dhe kundërshtitë e saj sa i takon kërkesës për gjykim të lexuar disa seanca më parë nga SPAK. Në thelbin e kërkimeve dhe pretendimeve të paraqitura, qoftë nga vetë zonja Kryemalli, por edhe nga avokati i saj mbrojtës, kanë qenë pikërisht pavlefshmëria e disa prej provave të paraqitura në proces nga ana e SPAK, ku si më evidentja ka qenë dhe këmbgulja më e madhe e zonjës Kryemalli ka qenë pikërisht pavlefshmëria e disa provave, siç ishte shpallja e papërdorshme dhe pavlefshme e tabulateve të zbardura nga mesazheve dhe gjithë informacionit të nxjerr nga ekspertimi i një aparati telefonik celular që është gjetur në përdorim, i pasur dikur në përdorim nga ish deputetja Kryemalli, por i gjetur në banesën e nënës së saj Fatime Kryemalli. Fillimisht e pandehura Kryemalli ka patur pretendime se SPAK ka gabuar kur ka administruar dhe marrë në kontroll këtë aparat telefonik celular, pikërisht se në kohën kur është marrë në mënyrë të palishme, tha ajo, për shkak se gëzonte statusin e deputetes dhe se kontrolli i bërë në banesë, ndonse banesa figuronte në emër të nënës së saj Fatime Kryemalli, ishte një banesë ku jetonte edhe vetë zonja Kryemalli dhe si tillë do duhet ishte një autorizim i posaçëm sipas ligjeve në fuqi. Por më tej ajo ngritë pretendime edhe sa i takon mënyrës se si është bërë akt ekspertimi, duke ngritur dyshime se SPAK nuk i kishte vënë asaj në dispozicion urdhrin për kryerjen e këtij akt ekspertimi dhe po sipas saj ishte nxjerr nga konteksti biseda të caktuara telefonike, sipas zonjës Kryemalli 90% e akuzave të ngritura ndaj saj bazohen në komunikime që ka pasur ajo me personazhe të ndryshëm dhe që janë zbardhur dhe nxjerr nga ekspertimi që është bërë këtij aparati telefonik celular. Ajo pohoi zonja Kryemalli se nuk ekzistojnë asnjë bisedë, paktën sa i takon zotit Shatku, Adrian Shatkut, një lidhje farefisnore e zonjës Kryemalli, nuk ekziston asnjë bisedë në bisedat e zbardhura nga ky aparat telefonik celular. Nuk ka zero komunikime, tha zonja Kryemalli, mes meje dhe Ilir Metës për Adrian Shatkun, ndërkohë që akuzohem unë, tha ajo, sikur kam bashkëpunuar me Ilir Metën. Ndërkohë, citoj zonjën Kryemalli, e cila tha në fakt që akuza ndaj meje është shumë seksiste, tha zonja Kryemalli, duke pretenduar se për çdo veprim, përfshi dhe ato të kryera apo mbi për të cilat akuzohet Ilir Meta, çdo veprim pretendohet sikur është bërë nga unë, tha ajo. Del pra që unë kam qenë shërbëtorja, tha zonja Kryemalli. Nga analizat e këtij aparati telefonik celular, tha Monika Kryemalli, rezulton që unë kam zero komunikim me Ilir Metën për Adrian Shatkun. Meta ka zero SMS për Adrian Shatkun, tha ajo, zero komunikim për firma në lidhje me Adrian Shatkun. Nga ana tjetër, Edi Rama, tha ajo, ka 2 firma lejesh për Adrian Shatkun dhe si qen kam unë bashkëpunëtore me Ilir Metën dhe nuk qen kam atëherë me Edi Ramën bashkëpunëtore sa i takon favorizimeve apo çka unë mund kem kryer dhe çka dyshohet nga ana e prokurisë posaçme. I vetmi bashkëpunim i imi me Ilir Metën, tha Monika Kryemalli, janë 3 kalamajt e mi, pasi Ilir Meta sipas saj kishte hallin e Shqipërisë.
Mandej ajo ngriti dyshime dhe pyetje se përse SPAK nuk ka pyetur Angela Gacin për emailin zyrtar që i ka dërguar asaj me propozimin e 3 anëtarëve të AKEP, apo pse nuk ka marrë në pyetje edhe deputetin socialist Taulant Balla. Sipas saj, ajo tha se ky proces do të zgjasë dhe se do të ndiqte gjithë procedurën, por se nga ana tjetër në materialet e dosjes që zonja Kryemadhi ka mungonin disa akte, mungonte vendimi i SPAK për të kryer atë ekspertimin e aparatit telefonik celular dhe sipas zonjës Kryemadhi, seancë pas seance, në çdo seancë prokuroria tha ajo sjell nga një provë të re, ndërkohë që unë do doja të kisha të gjitha materialet e dosjes, çdo akt të prezantuar nga prokuroria, pasi në çdo moment që mua tha ajo më del në skenë një akt i ri, atëherë më ndryshon edhe gjithë logjikën, rrjedhën apo strategjinë time të mbrojtjes, çka u bë shkak në fakt para rreth 40 minutash edhe për ndërprerje pak më shumë seancës dhe që gjykata t'i referohej fashikujve të saj për t'i vënë në dispozicion zonjës Kryemadhi paktën një vendimin e SPAK për atë ekspertimin e telefonit e këtij aparati telefonik celular. Po ashtu gjatë seancës sotme zonja Kryemadhi ngriti pretendime sa i takon mos pyetjes biznesmenit Adrian Shatku, duke ngritur dhe duke i kërkuar nga gjykata që t'i merreshin deklarimet dhe të merrej deklarimet e Adrian Shatkut përmes letërporosisë dhe po ashtu pyetjen e disa dëshmitarëve në proces përfshi kreun e qeverisë Edi Rama, disa ish-ministra të qeverisë Rama, por edhe ish-zyrtarë të tjerë të majorancës socialiste. Me këtë listë rekord, Armand, të personave që pritet pikërisht të pyeten, listë rekord nga Ilir Meta, nga Monika Kryemadhi, po dhe SPAK, a ka në një lajm se kur pritet GKK të vendos? Andi, jemi në fazën e parashtrimeve fillestare, në fazën fillestare të procesit të gjykimit në themel sa i takon akuzave për cilat akuzohet Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi pas leximit të kërkesës për gjykim nga ana e prokurorëve të prokurisë posaçme, lexim që u nevojitën disa seanca